Allahu dhul Gjelal me ajet tjetër kuranor thot: Kull, ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Thua jo pejgamberatine, muslimanve, ja ibadi, o robt e mi, ju që e keni ngarku veten e juaj, e keni ngarku me mëkate, me gabime, me gjuna, la taknetu min rahmetillah. A di çfarë miq do është kjo? Mos i humbni shpresat tek mëshira Allah. Mos i humbni shpresat tek mëshira Allah. Mos thuj una, gjithë këto gjunahe, jo be Musa më fal, stakfirullah. Është një prej gjunaheve të mëdha me humb shpresën nga mëshira Allah. Me humb shpresën, la taknetu. Fjala la taknetu, a di çfarë është? Sikur atje ku thot la takrebu malel jetim, mos ju afro mallit jetimit. E çka është me ju afru haram? E po me humb shpresat, me humb shpresën nga mëshira Allahut është rrepsisht e ndaluar. S'guxon ta humbish shpresën. Mëshira Allahut është e madhe. Ka thonë Allahu dhul Gjelal: Wa rahmeti wasi'at kull shay. Mëshira ime ka përfshi çdo gjuna. Amo që këtë gjuna, thubre e përfshin, edhe qatë që ti kujton se është shumë i madh, edhe atë Allahu dhul Gjelal të falë. Nuk ka gjuna që Allahu dhul Gjelal nuk e falë. Vetëm një mëkat është që se falë Allahu. Cili është ai? Shirku, naudhu billah. Me i ba ortak Allahut e me vdek qashtu. Se me i ba, ato shirk kanë ba ato sahabet kanë pas bo shirk. Po mande kur kanë hin islam, stakfirullah, kur kanë hin islam, mos e kanë përsërit. Ama ato kanë dalë prej kufrit, prej shirkut në islam. Në elhamdulillah jemi lindur nga familjet musliman, jemi lindur nga prindet musliman. Kjo është nimet, kjo është dhunti e Allahu dhul Gjelal. Pra Allahu dhul Gjelal nuk e fal vetëm shirkun. Shirk me i bon rival Allahu dhul Gjelal, me ju lut që tërkuj, me shku të vari me u lut, me shku të teqa, e qera forma të shirkut të cilat Allahu dhul Gjelal nuk i fal. Për ndryshe, përveç shirkut, nëse pendohesh, Allahu dhul Gjelal i fal, edhe të lut Allahu dhul Gjelal: O ibadi, o ju, la taknetu min rahmetillah. Sa do që të keni bon gabime, mos e humbni shpresën të mëshira Allahu dhul Gjelal. Wa ana arhamu bi ibadi min al ummi bi waladiha. Me hadith kutsi, Allahu dhul Gjelal thot: unë jam më i mëshirshëm ndaj njerëzive, ndaj muslimanëve, më i mëshirshëm se kush? Se vet nana ndaj evladit vet. A dini nana sa e mëshirshme ndaj evladit? Baba, po sidomos nana, edhe baba, prindet. Prindet janë më të mëshirshmit ndaj njeriut, por më i mëshirshëm se prindet është vet Allahu dhul Gjelal. Dhe ka thonë: Wa ana arhamu bi ibadi min al ummi bi waladiha. E ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një grua të hes me një fëmijë të vogël për dorë, tha: si va mermendja, sa e don kjo non këtë fëmijën e vet? Than: shumë ja Rasulullah. Si va mermendja, a e merr kjo këtë fëmijën e vet me dorën e vet ta hudhjen zjarr? Than: jo ja Rasulullah. Po qashtu edhe Allahu dhul Gjelal nuk e hudh në zjarr njeriun i cili ka bot taube, e ka besu Allahun dhe është pendu të Allahu dhul Gjelal. E nëse nuk pendohet edhe ka vdek me iman, ato dhomet, ato njollat që janë gjitë në trup, në zemër, ato duhet me u pastru për fat të keq. Po para se të vija ajo, çka duhet me u bë? Çka duhet me bë? Me u pendu, pra me u pastru. Andaj Allahu dhul Gjelal e don ata që pendohet dhe ata që pastrohet. Pastrohemi, elhamdulillah, pastrohemi me abdes, pastrohemi me gusëll, pastrohemi, veshim tesha të pastra. Namazi don pastërti totale, vendi ku falesh pastër, teshat janë të pastra, trupi i pastër, veç mos harro. E don edhe zemrën tjesë e pastër.